Të nderuar miq, mirë se erdhët në Të Pashoq. Do të analizojmë këtë herë situatën në Partinë Demokratike, meqense aty ka disa lëvizje interesante, sikurse turi i një lloj foltoreje që ka ndërmarrë ish deputeti demokrat Ervin Saliani, dhe nga ana tjetër duket se po e sfidon në të njëjtën kohë me një vendim të fundit edhe vetë kryetari i demokrat Sali Berisha, duke nisur edhe ai kështu turin e foltoreve përtej po themi bulevardit Dëshmorët e Kombit, ku e bën çdo të hënë përpara zyrës së Ramës. Për të folur për këtë, unë kam sonte në studio dy demokrate me profesion avokate, Adriana Kalaja, mirë se erdhe. Faleminderit që je këtu. Alicia Balliu, mirë se erdhe. Faleminderit e dashur për ftesën. Tani, situata në Partinë Demokratike, një lloj shkëndije që mori shkas fillimisht nga një incident në degën e Kamzës, me episodin e famshëm të Flamur Nokos përplasur me antarën e partisë, dhe që irritoi deri diku demokratët. Fill pas kësaj Ervin Saliani intensifikoi takimet, ose më sakt, le të themi, ndërmori një kafe me më të votuarit, siç e quajtën ata, u duk që nuk ishte kafe e zakonshme, sikurse e neutralizuan disa të tjerë pranë Berishës, dhe duket se efektet po i shohim tani. Ervin Saliani ka ndërmarrë një lëvizje konkrete në Partinë Demokratike. Sfidë ndaj Sali Berishës për t'i zënë vendin, këtë do ta tregoj koha, por për ju çfarë është kjo? Unë nuk e di që kjo sfidë është për t'i zënë vendin Sali Berishës, të paktën sipas vetë deklarimeve të zotit Saliani, por edhe nëse e marrim në këtë version, unë mendoj që do jetë hipokrizi nëse një politikan i ri nuk e pretendon që në një moment të caktuar të futesh në garë për të drejtuar forcën politike të cilës ti i ke shërbyer apo vazhdon të shërbej. Kështu që nëse dikush nga ata që kanë pirë kafen, ka qenë kafe për të diskutuar problemet, shqetësimet, sidomos shqetësimet dhe problemet që kanë demokratët, apo ka qenë një kafe për të riorganizuar disa gjëra ose për të ndezur disa gjëra brenda Partisë Demokratike, këtë në fakt edhe ato vetë nuk e kanë të qartë, sepse ndryshe deklaron njëri, ndryshe deklaron tjetri, po me aq sa unë nga natyra nuk paramerrem se me ç'a bëjnë të tjerët, unë gjithmonë në punën time kam vlerësuar çfarë duhet bëj unë për opozitën, për Partinë Demokratike, për qytetarët, për demokratët, dhe në këtë kuptim, unë mendoj se në këndvështrimin tim, Partinë Demokratike nuk e dëmton. As kafja me demokratët, as kafja... Nuk e përçan kjo lloj lëvizje? Absolutisht jo. Unë për shembull do preferoja që kjo kafe apo ky takim mund të bëhet edhe në selinë e Partisë Demokratike, sepse ndryshe nga aq sa i hidhet publikut për të shijuar publiku atë që do, po të shikoni disa fragmente, Saliani ka kohë që i ka bërë të takimet, patjetër. Po mirë, pa ai tani po i shet ndryshe. Ai dëgjoj, për hir të vërtetës, edhe në qytetet që Saliani ka qenë drejtues politik, është shquar për atë angazhimin që ai ka në raport me demokratët, në raport me mbështetësit, dhe po të marrim rastin e Korçës, rastin e 2023-shit në Kavaj, e kështu me radhë. Dakor, po ti e di që ajo kafja që u shit thjesht si kafe nga disa. Unë personalisht të thash, ka diçka më shumë. Unë mendoj që edhe nëse ka diçka më shumë, shumë mirë, patjetër. Aq më shumë që meqense unë kam drejtuar gjykatën e Partisë Demokratike deri në 30 tetor, e di shumë mirë që PD-ja qoftë në 11 dhjetor të 2021-shit, po qoftë në 30 prill të 2022-shit, i ka sankcionuar fraksionet brenda Partisë Demokratike, çdo njeri nëse ka një mbështetje të caktuar. Mirë, kjo mund të jetë një shtrim terreni, patjetër, për objektivin. Unë them që është gjë shumë e mirë, dhe nëse dikush duke përfshirë dhe zotin Saliani, kërkon të ngrej një fraksion brenda Partisë Demokratike, unë mendoj se është gjë e mirë, dhe nëse ky fraksion ka ide të qarta, ka një politikë të qartë se si drejtohet Partia Demokratike, se si bëhet opozita, patjetër që ky fraksion mund të jetë në kufin të 15%,
Po mbas një viti, 2 vjetësh, mund të kaloj në 51%. Të kaftuar që Ervin Saliani? Jo, nuk më Në kaftuar, këtë por grupim edhe nëse do më ftonte, do ta refuzonit? do ta refuzoja për shkak se Pse? unë kam dhënë dorëheqje nga gjithë aktiviteti im politik, sepse bie ndesh me kandidaturën time për avokat populli. Është e përkohshme kjo? Derisa të përfundojë procesi jo. për avokatin e popullit? Kjo është- Apo e përhershme? Kjo është e përhershme, Okay. sepse në fakt ligji e kërkon kur zgjidhet avokati i popullit. Thuhet që nuk duhet kesh funksion politik në një parti apo organizatë Po nëse politike. nuk zgjidheni? Ndërkohë, Komisioni i Ligjeve këtë e bëri si kusht paraprak, pra që në momentin e Dakor. kandidimit dhe kjo ishte arsyeja e parë. Arsyeja e dytë, unë edhe po thash pavarësisht se unë e mbështes, Po. mbështes çdo lloj lëvizje. Për mua është më e gabuar që të heshtin strukturat, mos diskutohet brenda strukturave, mos ketë debat brenda strukturave, sesa të reagohet aq më shumë që nëse është pirë kjo kafe, nuk është pirë as me pushtetin, as me Po, brenda ata- demokratëve. brenda demokratëve dhe nëse Okay. ngrihen demokratët. Unë për veten time nuk do merja pjesë sepse unë kam ca parimet të mia, unë kam qef mbështet nga të distanca. ndjek, okay. jo, unë kam qef të ndjek korsin time nga fillimi deri në fund. Mund të jetë e gabuar, por kam dhënë prova që unë nuk ndryshoj rrugë. Okej. Balliu, kjo Atëherë, kafe, kjo lëvizje e re e Salianit, çfarë po përgatitet underground dhe a ju ka ftuar? tani unë politikën, sidomos në Tiranë, e kam nisur me Ervin Salianin dhe kam shumë pa diskutim një ndër supportuesit e para të tij dhe kam bërë një trajektore 10 vjeçare politike me Salianin. Saliani është një djalë luftarak, është një djalë I cili e njeh mirë Partinë Demokratike, një kauzat e Partisë Demokratike dhe pa diskutim që ka dhënë një kontribut të paçmuar në Partinë Demokratike, shumë të madh. Diskutohet kafja. Kafen Ervin Saliani e ka pirë për të mirën e demokratëve. Jo vetëm kafja, ka Tani- ndërmarrë një tur tani. Po tur Paralel me Berishën. Pse është marrë tur? Nuk është marrë paralel me Berishën. Zoti Berisha ka bërë gabimet e tij dhe pa diskutim, Zoti Berisha sot që flasim ka gati 8 muaj që nuk thret Këshillin Kombëtar. Dhe ku shndron e keqja që një person I cili bëri burgun për Partinë Demokratike kërkon të dëgjojë gjithë demokratët e pakënaqur, sa ai nuk po bën fraksion vete. Ka shumë demokratë pakënaqur, cilët ai ka dëshirë t'i dëgjojë dhe ka dëshirë të komunikojë këtë gjë te kryesia e PDSH-s. Dhe kjo nuk është për t'u bërë lajm, nuk është sepse ai kërkon të hapi partitë në vete, nuk është sepse ai do të bëj fraksion në vete. Në prill janë zgjedhjet e Partisë Demokratike dhe zoti Saliani pa diskutim që mund të ketë ambicie dhe ndjenin time ka ambicie dhe mund të garoj përballë Po pra, Berishës. po shtron Dhe është një e terrenin, po. drejtë, po nuk është se po shtron terrenin. Po si? Sepse dhe ka një problem pra, ka 8 muaj që Sali Berisha me persona që gjatë gjithë kohës e influencon, që janë madhështorët, Noka Vokshi, të cilët pa diskutim nuk ka nevojë të dëgjojnë Këshillin Kombëtar, nuk ka nevojë të dëgjojnë askënd, marrin këto hapa që marrin dhe pa diskutim që zoti Saliani duhet përgëzuar për iniciativën që po mbledh votuarit e popullit dhe nuk po I shërben si cinik të pa votuarit e popullit që Po janë dakord, qoka po ju po personale e Sali xheroni Berishës. që nuk ka asnjë prapasken. Po nuk është prapasken kjo më zënj. Prapaskenja është kur personazhin fjalë Jo, prapasken jo pra, domosdoshmërisht negativ, nuk ka kuptim negativ. Shiko, prapaskena ndodh kur ky personazh I thret këto 30 më të votuarit për të thënë që ne do I bëjmë puç Sali Berishës, po nuk është këtu gjëja. Ai ka ardhur aty ti dëgjoj. Çfarë shqetësimesh kanë pas të votuarit e popullit? Gjë që Sali Berisha nuk e ka bërë 8 muaj. Kush e ka penguar Sali Berishën ta bëjë 8 muaj? Kush e ka penguar Sali Berishën të bëjë analizën e farsës zgjedhore? Kush e ka penguar Sali Berishën të mbledhë anëtarët e Këshillit Kombëtar? Por Sali Berisha preferon tek ai cirku vet të rri me këto madhështorët dhe duke e lënë edhe figurën e femrës demokrate tek një femër si Albana Vokshi. Femra demokrate meriton të jetë një figurë dinjitoze, të ketë respekt, karakter, po dhe estetik. Nuk kam dëshirë. Të lutem se nuk të Po ndërpreva, po I jap nuk është mendimin tim. etike. Jo, po Po nuk është tani etike nuk ma tani tregon dot ti mua të etikën. fyesh,
po të Unë po jap fyesh opinionin një tim, grua, nuk po e fyej. po jo, po ti Nuk po po e e fyej një fyen, grua e tash. cila nuk Ti po pranon fyen garën, një një fyën, grua e cila nuk është ti- zgjedhur 7 herë pa Atëre bërë një mund të- proces mirë, ajo votive mund- për jo, shtypjen. jo, jo, si Po grua. jo, ajo po thua në nivelin. Si Atëre, politika, atëre po 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 le nivelin flasi kur për- ti ke po 7 po them, posta dhe je jo, pa jo, zgjedhur. Shiko Po tani, nuk ma tregon do ti mua se çfarë them unë në studio tani. Një gjë është e Jo, qartë. që në preva, të dëgjova me respekt. Po mos Tani ja të lutem. unë nuk ta lejoj. pjesë, Po unë nuk me ta të lejoj, drejtë. unë nuk të Jo, jo, me të pyes ty. drejtë. Çam Unë lejon këtu apo po jam jam- lejon Jo, ti? jo, jo, Adriana, të lutem. Nuk të marr lejon Adriana, zonjë. Ti s'mo pyet dot Zonja, Adriana të ti marr lutem. leje Ti për do opinionin opinionin tim. tim. Më pyet Adriana, Adriana, bëjmë analizë kur për një nivel, nivel do ta them në Po sy jo, kurse po ti se jeni e në zonja zonja që tjetër. ulët sa fyen njerëzit në për Po studio ju dhe zonja nuk shkon Jo, jo, kjo. po është kaq që Po ulët nuk kjo që shkon. nuk thot do të pyes ty, nuk kam Jo, nevojë të të më pyes pyesësh ty, mua. pra, Adriana, jo, mua nuk mua të kam sjaroj, më të pyes. sjaroj. Unë jam Jo, në lutem, studio pa po censur. Flit politikisht për njerëzit. Politikisht është nuk do niveli, marr jo, leje, niveli ti do tha, flas. niveli Po, tha. politikisht Nuk do pranoj flas flasin politikisht. Niveli pra i asaj zonjës tha. Niveli si jo, politikane, jo, jo, ta nuk e tha, saksoj. nuk e tha. Ta pra. saksoj. Tani të lutem, Nuk kaq do të marr leje ty se çfarë do them. Po po, Se leje si vendos ti mund do të kushtet ato çfarë që do paguajnë vendos të tu. marrësh leje. Mua ty të paguajnë Adriana dhe ty të ka përdorur, ty të ka përdorur partia jote. Tash jam kanë Partia paguar apo jote kanë dhe të kanë përdorur? paguar, Am nuk kanë përdorur përdorur, apo kanë paguar? Po jo jo, ta lejoj fare unë ty Po këtë. nuk shkon kështu Nuk se ta jeni lejoj zonja. fare ty këtë. Tani po Sepse thoni ti që je- po shkon ti një je zonë njeri tjetër dhe je po një bëni njeri vetë. pa karakter, pa moral, Ja. që ti shkon në për çdo Kjo- studio jo, dhe Kjo është kjo është Jo, arsyeja Adriana, pse doja po unë. më ke akuzuar mua në për studio. Pa Ah, lidhje paske fare se personale, ja pra kaq, po paske kaq. personale, Normal po që e mirë. kam, prandaj Edhe do të personale, thosh. po Mos mirë. flit për njerëz që nuk Po janë. nuk do të ma marr thuaj leje në sy, Nuk do të nëse marr ke leje gjë me ty. mua, Nuk do të marr leje ty. Fyerja ju po kalon Jo, jo, fare, absolutisht. Unë nuk do të marr leje ty. Absolutisht. Ajo do edhe flas. nëse gabon ban përgjegjësi. Jo, Jo, unë prandaj mbaj thash, përgjegjësi totale Me për çfarë tema flas. fyes për njerëzit Ajo që po nuk janë në analizon studio ka si i ta thot. politikane. Jo, po nuk po Vazhdoj. e kanalizonte. Po Lutem si tani. Po politikane nuk po e analiza. kanalizonte. Po se tash, unë kaq. nuk po e pyesi në person se kush është me Niveli këtu analizë ullët nuk mund t'i politike. thuhet Po të një them gruaje. analizë Kaq. politike i një niveli të dështimit, i një niveli i cili nuk ka arritur një sukses, nuk ka arritur të bëjë një garë, duke vendosur si standard kryesor autokracinë dhe as pak meritokracinë. Ky është shqetësimi im që kam për demokratët, që kam pa diskutim për shqiptarët dhe për arsyet pse këto lloj nivelesh arrin t'japin këtë mesazh dhe populli i jep mesazhin e 1 milion shuplakave siç ja u dha dhe 11 Ty të ka ftuar Ervin Soliani për Unë pa diskutim kam komunikim me zotin Saliani, Partia Demokratike dhe rrithem si zoti Saliani, është zoti Kolliçi që është një djalë i shkëlqyer, që ka bërë sërish kauza për Partinë Demokratike, është dhe zonja Tabaku, një ndër shembujt më të mirë që mund të ketë femra dhe figura e një femre dinjitoze, me integritet, por mbi të gjitha luftarake në çdo kauz Partisë Demokratike. Këto janë personazhet cilat i do populli, personazhet që din të fitojnë gara, personazhe që din të ngar pa fyer dhe pa diskutim, pa qenë shok dhe pa qenë po bie pak në kundërshtim me veten sepse këto që ti përmende janë krah Berishës sot. Tani zonja Tabaku është e votuara populli dhe është me 20.000 vota në qarkun e Tiranës. Po dakord, pra, po ti Hyrje ngar dhe nuk ishte leadershipit Berisha. Unë jam kundër leadershipit Berisha dhe nuk bëj pas në këtë që kam thënë. Po të them me ardhmja Partisë Demokratike, zonjë nuk është Sali Berisha. Të dash 3 emra të shkëlqyer, cilët mund të drejtojnë Partinë Demokratike, që është zoti Kolliçi, kam qenë tek gjithë kauzat e Bashkisë Tiranës, një djalë i shkolluar në Amerikë, një djalë i cili ka dënë në djak. Objektiv duhet ta realizojnë vetë ata, pa diskutim, nuk do i bjerë nga qielli. Po një sekond, pra se në prill janë zgjedhjet. Dhe unë po të them zoti Saliani do jetë një ndër kandidatët që do jetë për kryetar të PD-s. Mund të jetë zonja Tabaku, që është një figurë e shkëlqyer, një figurë shumë e pëlqyeshme për demokratët, po dhe për te demokratëve. Po të mos harrojmë Berisha e ka shpallur kandidaturën që do të rikandidojë sërish. Berisha nuk mund të fitojnë përballë Berishës në PD thua? Çdo kush sot mund të fitojë përballë Berishës. Berisha nuk e do më populli, po nuk e do as brenda demokratët, PD-s. as demokratët. Demokratët po vlojnë. Demokratët po vlojnë. Sot demokratët nuk janë krahët Sali Berishës dhe nuk janë absolutisht edhe në krahët madhështorëve, po mirë, dakord, të cilët e mbajnë peng. Sepse këtu flasin, se je kundër Berishës dhe këto e trumbeton fort. Pse nuk e pranuar për shembull ti bashkohesh kësaj nisme të Salianit për të ndryshuar diçka në Partinë Demokratike? E para punës Saliani nuk ka marrë nisëm. E dyta punës Saliani ka mbledhur më të votuarit e listës hapur.
për t'i dëgjuar në një bashkëbisedim dhe do nisi takimet me çdo të pakënaqur të Partisë Demokratike. Nuk është se Saliani ka marrë aktualisht një fraksion. Po pra, Se t'jemi të qartë. Edhe ti tek pakënaqërit. Tani nuk janë pra më të votuarit e listës hapur se Aulon Kalaja, jepen Aulon detaje, Kalaja, janë më të votuarit sipas Salianit, janë më të votuarit se e jemi referohemi primareve, Aulon të lutem. Kalaja. Aulon Do me thënë të Kalaja, gjithë të të ftuarit primareve. sepse kishe persona Të siç listës ishte hapur, Teti ai Kopliku, Kavajës. Tet Kopliku, Po edhe Tet Tet Kopliku ka Kopliku. qenë i pari në primare në Po, Shkodër. Prandaj po të Auloni- them, janë Jo, marrë nuk ka qenë njerëzit. fare në primare. Po ka unë shumë po Barspaia, jap faktet e Adriana. mia dhe Tani ka pastaj shumë i votuar se Barspaia, me fakte tani flasim, të lutem. unë po të them më të votuarit, nuk tha listën e parë të Okej, nuk primareve. është më i votuar. Ka ftuar njerëzit më të votuar të primareve. Një pjesë të cilëve as nuk përfshin në listat e mbyllura, as nuk pranuan vetë. Listave të hapura nuk ka Po të bashkuar, hapurave Po patjetër, unë po të them fokusi i Po. Salianit ishte njerëzit që ishin votuar më shumë nga demokratët në primare. Ky ishte fokusi. Tani, të gjithë ata që kanë qenë aty, o në vendin e parë, o në vendin e dytë të primareve në të gjithë Shqipërinë. Tani që ky është opinioni im dhe këtë kam dhe informacion për t'i thënë ca gjëra ashtu siç duhet. Dhe tani të flasim ne se kush do jetë rivali i Sali Berishës, unë mendoj që nuk shkon sepse fyem mirë, se nuk ka dhe shumë kohë. Po jo, Do projektohen po që se tani cili më emrat. fal, se cili unë prandaj thash, unë e vlerësoj nëse atë do ta bëj Saliani nesër. Po. Apo e ka Mirë, filluar unë e kam sot. pyetur këtu dhe as e më ka fal. mohuar as e ka pohuar. Është e drejta atit po të them. Po. Por që unë personalisht e quaj të gabuar që unë tani të them që po doja ka një 5 emra të shkëlqyer edhe pse nuk zgjedh ato. Jo, në politik njeriu e merr vet ato iniciativën. Po, Pra, nëse do Belin Kolliçi, po mirë, që jam shumë dakord, potencial. po le të futet me Belin Kolliçi dhe ta provoj veten. Unë këtë po të them, sepse nuk mund të flasim ne nga studio se kush është kandidati mirë dhe kush është kandidati keq. Tani meqense më përmendë Belin Kolliçin, ka informacion underground që është i projektuar i Sali Berishës si pasardhës në PD. Shumë mirë do ishte nëse do ishte, po unë nuk merrem shumë me këto informacione. Unë e di që Belin Kolliçi është një nga njerëzit më të afërt Sali Berishës dhe nuk e kuptoj këtë, mbase mund të jetë diversion që duan ta hedhin. Se si të jetë rival se gjoja, po asnjëherë nuk e ka shpreh vetë mirë Belin Kolliçi këtë gjë. Nuk duhet të jesh armik i Berishës që ta rivalizosh po nuk ka arsye, unë këtë po të them, që të dalësh edhe të vësh emrin tënd për të kandiduar përballë Sali Berishës, nuk ka asgjë të keqe. Unë po të them çdo politikan, po jo emrin e të tjerëve thua ti. Po të nuk ke pse ti të përmendesh tash një X y Y-in Z-ën, ndërkohë që X y Y-Z për shembull nuk e ka ndërmend që ta bëjnë atë gjë. Unë them nëse Saliani apo kushdo që ka qenë pjesë e këtij takimi, se tash mos e quajmë jo kafe jo kështu, kanë të drejtën e tyre legjitime që të kandidojnë qoftë përballë Sali Berishës, po qoftë edhe për drejtimin e degëve ku ato janë. Është shumë normale. Thash edhe një herë, ti je në politikë dhe mos kesh ambicie për të drejtuar, për të marrë poste, është njësoj sikur ti thua, unë po bëj gjithë luftë, po unë nuk dua të futem në primare apo të futem në listën e deputetëve. Kjo është hipokrizi, prandaj them që kjo është e para një vlerësim personal, e dyta, njerëzit kur futen në një garë të tillë, se kur thua ti je përballë Sali Berishës, ka 35 vjet eksperiencë në atë parti, ëh? Atëherë kur futesh përballë Sali Berishës, duhet bërë sa llogari. Po denoncuar demokratët, jo më larg Ilir Ali Mehmeti që tha doktori nuk dëgjoi pa aty që ato në lista fake. Tani le të dali për primare. Le të dali Ilir Ali Mehmeti dhe të kandidojë, unë këtë po them. Unë po them, Ilir Ali Mehmeti mos ta nxjerrë sot problemin e listave, po duhet ta nxirrte përpara primareve. Pra, unë këto kritikat kur ndodh ngjarja, më duken të pavënda dhe më duken si një mënyrë për të bërë pis çdo gjë. Janë reagime të vonuara apo? Personalisht, patjetër. Unë personalisht kam folë në çdo mbledhje të Këshillit Kombëtar. Po prandaj unë e nisa me që e respektoj të gjitha ato nisme, dhe sikur të jetë për fraksion, dhe sikur të jetë për të ndryshuar strukturën drejtuese të partisë, thash edhe një herë e respektoj çdo veprim që vjen dhe që mund shkojë në referim. Kjo vlen edhe për Alesian që ka reaguar vonë bie.
Nuk reagoi kur ishte Jo, në Alisa reagoi me fakte. Jo, Të jo. pakontestueshme vend, kanë publikuar Alesja- mesazhet e flamuar. Alesja ka reaguar shumë vonë. Alesja i ka përfituar të gjithë gjërat pa asnjë lloj kontributi nga FRPD-ja dhe ka shumë të drejtë Alesja që donte edhe postin e deputetit. Çfarë ka përfituar? Çdo gjë me zero kontribute. Çka kanë përfituar? Të Çfarë pra thënë një gjë mos trajnimet, shpit. konferenca, gjitha të shkoje ti, se ishte se zero kishit njerëz kontribute. juve të pa Ja, që pra, zinin ja. das anglisht. Unë, A pra, e po mos shesh pra. Mos shesh. Mos shesh pra. Unë Mos shesh pra. s'kam lidhje me Po pra, FRPD-n. po me që s'ke lidhje mos fol kur se adekuate, se isha e detyruar të shkoja unë se nuk dinin anglisht. Dhe gjithë, Po pra, ta është thot gabim, tani. ajo është gabim. E pra, ju E kam kam gabim mbështet fare, Belindin, unë. Besardi tjetri. Dhe janë djem shumë të mirë, dhe janë djem shumë të mirë. Mos mirë Dhe janë nuk është një njeri tani mos të mirë lutem mos ta që ujë hedh balë të në lutem bi Partin Demokratike. e ka gabim se nuk ka me zero kontribute dhe pa vërtet Adriana nuk ta lejoj. Po Nuk ta lejoj. jo. Nuk ta lejoj. Nuk ta lejoj, pra, Prandaj nuk ta lejoj. Nuk ta lejoj, kjo është fytyra që demokratët i kanë. Nuk e meritonte. Po Kjo nuk e është fytyra që demokratët. Kjo është fytyra që demokratët i thonë jo. Zire fytyrën aty Adriana. Kjo është fytyra. Ajo je. Një ndër figurat më të rryshme. Ti, shiko dy te kamera. Po edhe tani, kjo takim tani të lutem, unë nuk ta lejoj. Po shumë mirë bëre që jeni dhe kaq. Nuk e lë intervistën në gjysmë Dhe kaq zjatë shumë. Na bëre nder me largimin tuaj. Nuk është e turpshme kjo mes Po pa dy diskutim zonjave. tani. Njerëzit kur i kanë në nivel personal debatet, unë preferoj t'ja anashkaloj, unë erdha për respektin tuaj, pasi e dija shumë mirë që Shlidhje kemi ne në që- këtë rast, do që të ishte- kur ju keni këtë performancë Jo, mes jush. nuk kam asnjë Do të dy demokrate performancë. mes njëra tjetrës, mbi të gjitha dy Nuk, zonja, ç'të bëjmë ne? Po tani çfarë të bëjmë? Ja, prandaj Jo. është arsyeja se PD-ja nuk votohet zonjë. Kjo është arsyeja pse njerëzit kontributet i hedhin zero kur janë gjitha në YouTube. Unë jam Besa Ilir Balliut, themeluesit dhe kryetarit PD Elbasani. Sa për kontributet e mia nuk i kam vetëm personale, po i kam familjare për gjithë ata që janë duke më ndjekur. Ka qenë kryetari i PD Elbasanit dhe ka qenë pa diskutim kontributor Alisa, me që Adriana zgjodhi të ikë, ne nuk mbaj dhe njëri me zor. themelusi Partisë Demokratike. Për të mbetur tek këto ndryshimet në PD, ti thuaj që Saliani nuk të kaftuar se nuk po ndodh gjë realisht. Jo, unë me Salianin kam pasur komunikim dhe pa diskutim që Saliani është duke ndërmarrë një iniciativë që është për tu suportuar dhe për tu mbështetur nga të gjithë. Dhe sa për emrat që përmendi se dua ta sqaroj dhe ta kalojmë Po, a këtë ka një pjesë. konkluzion kjo nisë, sepse ti Konkluzionii thua Saliani takim me bazën ka bërë gjatë gjithë kohës. Unë mendoj Se tani mori këtë lloj rrjedhe kjo Po gjë, se mund të nuk ketë, është kaq mund të jetë rutinë sa po edhe e shef sepse ti. është 3 muaj, jo, unë nuk e shoh dash rutinë. Ta thash që mund të jetë edhe një vendim që zoti Saliani në prill mund të jetë kandidaturën për kryetar të Partisë Demokratike. Dhe ndoshta pa diskutim, këto takime kanë një fluks më të madh dhe pa diskutim që kanë dhe vëmendjen më të madhe edhe për shkak të momentit, edhe për shkak të situatës, po dhe për shkak se vinë dhe zgjedhjet në Partinë Demokratike. Jo, dakord, po që nga gjithë po interpretohet si një lëvizje e re dhe shpresdhënëse, ë? Unë në djenin time e di që nuk është lëvizje e re, e di që është po për Partinë Demokratike, për të mirën e saj dhe pa diskutim. Kë ka Saliani me vete në këtë nisë? Atëherë në këtë nisëm nuk të duhet kesh elitën me vete dhe elitën Jo, nuk thash elitën, po konsideroj them kë 40 ka me vete. rrogtarët, mendoj që të duhet masa, të duhen demokratët dhe po ishte Përveç shumica. bazës temë, se ka zbritur në terren, po them kë ka me vete nga pjesa sipër e Partisë Demokratike. Po pa diskutim që në takimet që ka Deputetët nuk besoj me doktor se- Ilirin dhe Maulonin që kanë qenë të tre Nga kandidatët e listave të hapura. të listave të hapura dhe që kanë qenë më të votuarit nga ana e demokratëve. Po pra, po, për shembull, nëse bëjmë një analizë më të imtësishme, një nga emrat që u bashkua Salianit te kjo kafe e madhe e bujshme, ishte dhe Xhamal Gjungshi për shembull. Po. Ndërkohë, pak ditë më pas, respektivisht para 2 ditësh,
ai mori një post këshilltar për sigurinë në Partinë Demokratike nga vetë zoti Berisha. Nuk është çështje ofiqesh në këtë situatë që jemi. Jo, them, apo bëhen lëvizje që Berisha t'i rikuperoj këta që mund të ikin tek Saliani? Është ky një shembull ilustrues? Nuk të shërben postin opozit për të qenë opozitar. Postit i gjithmonë të duhet kur janë qeveri, kur janë mazhorancë. Jo, dakord, po e kisha pyetjen si një formë ai që mund të bëj tentativat e veta të fundit për të zhbërë një zë kundra, po zërat kundra duhen për të mirën e Partisë Demokratike, për të hapur Partia Demokratike, për mos qenë e censuruar Partia Demokratike dhe pa diskutim që ajo të japin fund një leadership të ri dhe një mesazh për bashkimi dhe me gjitha ato zëra që mendojnë kundra dhe me gjitha ato zëra të cilët nuk arrin sot të gjejnë gjuhën e përbashkët, por mbi gjitha të pranojnë Sali Berishën si kryetar të PD-s, ndërtoja unë që jam këtu. Dhe pa diskutim që kontributi im në Partinë Demokratike ka vite dhe pa diskutim që për ta sqaruar për ato që janë duke na ndjekur, nuk kam përfituar asnjë post nga Partia Demokratike dhe nuk kam punuar një ditë vetëm të jetës time. Tani, nëse do ta konkretizoj Saliani këtë nismë të re, do të bëhesh pjesë? Do t'i bashkoheshe? Po pse jo mos i bashkoheshe? Pse jo? Është djalë i ri, me energji, me vizion, djalë që do fitoren dhe djalë që nuk do të jetë A do të rritet për nga numri kjo iniciativë e Salianit, sepse për shembull Burimet Mijat më thanë që një ditë më parë në zyrën e kryedemokratit Sali Berisha është parë të hyje të dalë për shembull Aulon Kalaja, Ilir Ali Mehmeti, apo e amortizon pak Berisha këtë rrjedhje të ditëve të fundit në thonjza, ose më saktë apo bën tentativa, se mund edhe është një gjë më se normale që ato do takohen me Berishën, por kjo nuk do të thotë që ato do pajtohen me atë që thot Berisha, që janë dy gjëra të ndryshme. Unë nuk besoj që ato dy figura do suportojnë sërish të leadershipin aktual Partisë Demokratike. Tani, të gjithë ata që janë bashkuar Salianit, nga informacioni që ti ke, janë domosdoshmërisht njerëz që duan të largohet Berisha nga drejtimi i Partisë Demokratike apo jo? Janë njerëz që duan fitoren e Partisë Demokratike, janë njerëz që duan fitoren e duan të gjithë, riformatimin e Partisë Demokratike, janë njerëz që duan të ketë një garë Partia Demokratike për gjitha funksionet dhe jo vetëm për leadershipin, po që çdo qoftë edhe kryetarja grua zgjidhet me votë, qoftë sekretari i përgjithshëm zgjidhet me votë, ketë një garë të ndershme. Këtë po kërkojnë këto personazhe në mënyrë që ta riformojnë dhe në mënyrë që Partia Demokratike nesër të jetë një opozitë e fortë dhe mos jetë një opozitë qesharake, siç është kjo që dalin me 200 veta në shesh. E kuptoj. Sepse njerëzit janë zhgënjyer nga leadershipi, janë zhgënjyer nga pazaret, janë zhgënjyer nga arroganca që transmetojnë dyshja Vokshi Noka dhe pa diskutim edhe dy humbjet e Sali Berishës duhet keni një dorëheqje të parivokueshme që do të thotë që ai të mos rigaroj në zgjedhjet e prillit për kryetar të Partisë Demokratike. A ishte po themi dora e fundit që e derdhi kupën ajo e Flamurnokës me Albana Vokshi në degën e Kamzës me sjellje ndaj asaj demokrateje aty, duke se nxiti pak. Po pa diskutim dhe jo vetëm, nuk ka ndodhur vetëm aty. Flamurnoka në dienin time para 2 ditësh ka kërkuar përjashtimin e Zheni Gjergjit të Doris Madhit nga PD-ja e Elbasanit. Po kush është Flamurnoka të vendosi përjashtimin e zonjave nga Partia Demokratike? Mua antarët PD-s nuk më ka bërë Flamurnoka. As mund më përjashtoj Flamurnoka. Nga ndërkohë, tek zonja Vokshi, pa diskutim si nuk fole ti moj, kryetarja gruas mbrosh një femër. Si nuk ndërhyvi kjo zonjë. Kjo nuk është figura që duhet përfaqësoj femrën demokrate. Femra demokrate duhet ketë karakter të fortë dhe pa diskutim duhet ketë dhe estetik, gjë që i mungon zonjës Vokshi. Tani, paralel si Saliani, ka nisur takimet në bazë dhe Sali Berisha. Do të vijoj me tur në të gjithë vendin, jo vetëm në Tiranë. Takimin e parë e ka bërë në njësi numër 9. Pse po qesh? Po qesh se tani Sali Berishën kam qenë e para që e kam ndjekur në çdo foltore. Tek foltorja ai premtoi 3 gjëra. Bashkimin e demokratëve, bashkimin e bëri Mehmetën Dulan, premtoi fitoren e demokratëve dhe solli humbjen më madhështore se ajo e Bashës në 2021-shin. Por mbi të gjitha, Sali Berisha te foltorja premtoi figurat e reja, ndërkohë figura kishim Nokën dhe Vokshin. Kur ky individ nuk ka mbajtur asnjë premtim foltores parë, si mendon ti më i zonjë që ky do frymëzoj një foltore të dytë? Kur ai nuk mbajti një premtim.
Një premtim. Jo, Për mos do torës parë. frymëzoj, do mbaj numrat që ka. Po nuk mund t'i mbaj, sepse ka rënë vlera, sepse ai zgjodhi besnikët e vet. Premtoi që deputetët do t'i zgjidhte antarësia e Elbasanit zgjodhi zotin Sula, ato i thanë ne ty nuk Po, të nga radhët e deputetëve demokrata, asnjë s'po ngrihet kundër ti. Po ato janë 40 rrogtarët. Ti mos prit më zonjë dhe një histori, gjithmonë revolucionin e ka bërë masa, kur elita. Si pretendon që ndodhi kjo gjë në Shqipëri? Revolucionin e bën turma, populli, masa, elita kur. Kështu që pa diskutim dhe revolta do vi nga baza, do vi nga demokratët, ti mos prit vi nga 40 rrogtarët që fusin 4 milion lekë në xhep në fund muajit, ato në rregull janë, nuk kanë një shqetësim ato. Shqetësimin e kanë demokratët që kanë 12 vite në opozitë dhe po vijojnë. Ato janë në rregull. Kushdo që pret tani në ndryshim nga 40 rrogtarët është i çmendur. Do thuash ti Alesja pse? Ato janë 40 rrogtarë dhe janë aty se janë të paaftë. Qofse unë sot jam kundra Sali Berishës, unë nuk ta them do ty më zonë që Sali Berisha është i paaftë. Sali Berisha është më i afti nga 40 paaftët. Dhe 40 paaftët, qofse ikën Berisha, ikin dhe ato bashkë me të. Kjo është formula, është e thjeshtë. Po jo, ato nuk kanë ku të shkojnë se janë zgjedhur për 4 Po vite. ato mund të jenë zgjedhur për 4 vite, kujt po i shërben? Kujt po i shërben? Ka një mandat deputeti, ka 83 tjetri. 45 mandate keni ju, 53 deputet rinë Rama. Si bëhet analiza? Kanë ato thu ti për 4 vjet, kujt po i shërben? Ka 54 emra të ri Rama në parlament. Qa shembull i dha leadershipi i Partisë Demokratike? Vetëm e të kurri. Nga 60 e ca që ishim deputetet çojnë 45. Ka ngel sot me numra zyrtar 35 deputet, grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Ku do ta çojnë zgjedhjet e radhës? Ta çojnë në 20, humbin 2013-ën, humbin 2025-ën. Çfarë po kërkon? Nga ato që ke biseduar pas kësaj nisme me Ervin Salianin, çfarë plani ka apo s'na ndan dot? Unë me sa ditë them, Ervini ka një energji, ka një guxim, por mbi gjitha ka dhe një dashamirësi që demokratët jenë të bashkuar dhe demokratët jenë më të fortë se kur përballë Ramës. Ky është synimi që ka Ervin Saliani. Po mirë, se shenjat kështu lexohen pak e nga pak. Edhe me njoftimet që bën, edhe me Unë nismën mendoj që merr. opinionin tim personal, mendoj që Ervin Saliani do jetë kandidat për kryetar të PD-s. Po si do i bëhet, sepse ai ka edhe një vendim të gjykatës që e penalizon për 5 vite apo thjesht kryetar partie pa Nuk e pengon kjo. se kandidat kryetari i partisë është edhe kandidat për kryeministër. Kjo gjë nuk e pengon të jetë kryetari i Partisë Demokratike. Për pjesën pastaj procedurale ligjore, me sa di unë, zoti Saliani do ta ndjekë deri në Strasburg, kështu që mbetet për të parë dhe për të folur në një moment të dytë për ecurinë ligjore të rastit Saliani në fjalë. Për pjesën politike nuk e pengon asgjë, sepse ai burgun e bëri për Partinë Demokratike, burgu nuk e bëri se ishte një korruptuar dhe pa diskutim ku ka privilegj më të madh për gjithë demokratët sa të vënë krye dikë që privoi lirinë e tij për t'i shërbyer qytetarëve dhe demokratëve. Pse mendon, si e sheh foltoren që po bën çdo të hënë Partia Demokratike para zyrës së Ramës, sepse e kanë quajtur një foltore parlament, më thonë jo të bazuar tek numrat, po ti pjesëmarrjen e lexon më shumë se kaq? Unë e shoh që thirrjeve të Sali Berishës për mos të gjithë ministrave dhe figurave të rëndësishëm të Ramës, të cilët janë të korruptuar dhe të pandehur, nuk po i përgjigjet populli shqiptar, sepse populli shqiptar nuk është budalla dhe populli shqiptar nuk mund të heqë të pandehurën Balluku për të vënë krye të shtetit pandehurin Berisha. Nuk ka kartë morale Sali Berisha për të. Po mirë, po pse Sali Berisha nuk mbledh dot asnjë veta në shesh? Sali Berisha nuk mbledh dot më njerëz për të sjellë ndryshimin, pasi Sali Berisha humbi në 11 maj mundësinë e artë për të qenë lideri i Partisë Demokratike dhe për të dhënë një ndryshim tek demokratët. Atë ndryshim Sali Berisha e kishte në dorë ta bënte duke vendosur figura të reja, duke bërë një fushat intensive dhe jo duke mbajtur qokat dhe individët pa votuar. Por u duk qartë që nga lista e deputetëve që bëri që Sali Berisha po hynte në atë garë për të humbur.
fatkeqësisht kjo është e vërteta. Pse është nervi i demokratëve edhe pas kaq shumë vitesh, mbi një dekadë në opozit, qoftë edhe të demokratëve në bazë, po themi kaq pasiv për të mos përdorur ndonjë fjalë tjetër. Pse nuk kemi ende pas gjithë këtyre humbjeve në seri, pas gjithë problemeve në Partinë Demokratike, një rebelim prej vërteti nga brenda Partisë Demokratike? Pse ka qenë gjithmonë nën kontroll, edhe kur ka pasur, kanë qenë episodike, ose shumë të kontrolluara. Që kanë dalë fraksione nga... Edhe shpërthimet janë të kontrolluara. Nuk ka qenë hera parë që kanë dalë fraksione nga PD-ja. Kujtoj rastin e zonjës Topalli që hapi partitë, kujtoj rastin e zotit Oldashi që prap do rigaronte me një frymë të re. Flas për situatën e fundit në PD. Agronsheja do me thonë, pritej analiza për zgjedhjet, asgjë nuk ndodhi. Nuk ndodhi asgjë, u bën zgjedhjet lokale, sërish nuk ndodhi asgjë, sepse Sali Berisha është siguruar që çdo kundërshtar brenda llojit politik të arrijë politikisht ta eliminojë nga skena politike e Partisë Demokratike. Që do të thotë Bashën e bëri klon, Agronsheja nga ana tjetër hapi partim vete dhe çdo person që ka të dalë kundra Sali Berishës në një farë mënyrë është larguar nga demokratët dhe nga baza, duke i lënë atë parti sot në një depresion të thellë në drejtimin e një 81 vjeçari i cili pa diskutim nuk mund të jetë e ardhmja. Sali Berisha duhet shijoj pensionin, pleqërinë me nipin, me mbesat, por nuk mund të jetë më e ardhmja e vendit dhe nuk mund të jetë më ai shpresa e të rinjve apo personi i cili mund sjellë ndryshimin e madh. E kuptoj. Jo, unë e kisha pyetur më shumë për indinjatën në bazë për shembull. Është. Baza po reagon. Baza po reagon. Reagimi i parë është një që e kam braktisur tek protestat. Krahasoj me protestat që bënte vjet Sali Berisha dhe do ta vësh diferencën e madhe. Sot nuk dalin 200 vet për të bërë shefin ty. Po them 200. Mos reagimi i intelektualëve dhe mungesa e prezencës tyre është reagim vetvete. Se do thotë ato tashmë e kanë braktisur Partinë Demokratike, sepse ato janë zhgënjyer nga e njëjta kasetë e përsëritur her pas here, që mbas çdo zgjedhjeve ne na vodën. Edhe dje, prap doli Berisha me deklaratën që ne me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Ishte e njëjta kasetë. Prandaj intelektualët e Partisë Demokratike dhe baza e ka braktisur tash. Ka një lloj reagimi, qoftë edhe të heshtur, por reagimi është edhe mos prezenca në opinionin tim. Okej. Do të presim se çfarë do të ndodh, nuk e dim. Unë kam përshtypjen dhe një lloj nuhatje që ajo nisma e Selianit do të jetë diçka më e madhe se sa ti na e tregove, por me siguri nuk do të ai do hedhë kandidaturën në prill, kur është për të hedhur, kur ka zgjedhje Partia Demokratike, dhe pa diskutim që për mos ta thash zotit Saliani është për të suportuar çdo njeri i cili ka një iniciativën të bëjë diçka të bukur dhe të japi energji ndryshe asaj partie e cila është kthyer në bunkerin e Enver Hoxhës. Okej, të paktën Salianin e dim prej te si kandidat sigurt përballë Berishës. Unë mendoj thash. Unë mendoj. Falenderoj shumë që të kisha në studio, nuk do doja që të përfundonte kështu, kisha parashikuar një bisedë më të gjatë, po tani nuk kemi ç'të bëjmë. Ndodh edhe që të largohen nga studio, nuk është se jemi. Nuk ka problem, janë individ të cilët pa diskutim nuk din ta ndajnë debatin nga çështjet personale partijake, por gjithsesi unë nuk dua të komentoj sepse veprat e individëve flasin më shumë se fjalët. Unë falenderoj që të kisha në studio. Falenderoj ty e dashur për ftesën. Faleminderit ju që na ndoqët, ne do të rishihemi me të pashoq sërish së bashku.